Sa? Mirë mama, ti folin një lobit, se mu ka bu gogja një farë VIP-es, po mu me taku. Që janë njësë. A shkojnë anë dë. Okej, unë për ju njo njëherë. Mas të i bisi. Na gjatë kena me folë. Përshëndetje lobi, sot jam zyrtarisht të ti. Jo si shoqe jotja, se shumë u ki bu një farë VIP-es, po ma qelë telefonin. S'kom shansa, unë t'kom thirë 3 herë herave të fundit. Okej. T'kom thirë në fakt për emision. Veç për emision, a bishe? Jo, s'kom shansa. Sas nuk e dija ke përzgjedhë emisionin, mas pari mirë se erdhe, jëm për një me shumë i lumtur që i pjesë. Unë jam shumë e lumtur që po të shoh ty në Kosovë dhe po të shoh pjesë të televizioneve tona. Faleminderit shumë. Se gjithmonë e kom thonë që një djalë si Labi, ja vlen me qenë në Kosovë, edhe kulturën edhe gjitha ato që i ke ti, ja vlen me të pas këto, mos e na shku jashtë. Qoftë që tash. Do më thonë ajo që bojon në Prive Summer është... Jam të marrë me të mirë se mi din gogja do dela, kështu që... Pikërisht, veç me shantazhime dhe me kërcime, po qarkullojnë akove të fundit. Sas, do më thonë, rubrika jam funksionon kështu. Musafir di mas pojtë e unë, i nxej pak me pije. I kom disa pyetje pak ma spicy ose ma provokative. Ti mund në shumalisht mi anashkalu pyetjet, nëse e pin një shot. A mu një pin një shot një për qef? Kena Baileys e kena tequila. 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 E pim ka një shot për qef. Tequila na ka mungu shumë Big Brother. Në kohën kërëm konon. Ajte se kena lon kesh me bira. Bile edhe na kanë cilësu si pjanecat e Big Brotherit. Kjo vazhdojnë tash. Kjo vazhdojnë? Po lobit dhe me emision. Së është të vërtet, si nga pjanesa, gëzuar sasa? Gëzuar për emisionin? Gëzuar. Për ty dhe për emisionin. Okej, po fillojna me pyetjen e parë. Pa krypë dhe pa limon hera parë që me pi. Jena pak të në shpeci na live. Unë ty të cilësoj për një mes si reality star se ke marrë pjesë në 2 shows që kanë qenë shumë të mëdhej. Prej show që ke marrë pjesë para 15 vjetë, ku gjithë kena doshë kena pas crush në ty, të kena të regu, halo kena. Ta shuploka se më kanë mu. Ty, halo kena. Edhe prej Big Brotherit, cili të ka duk ma i skenum? Cili show të ka duk që është pak ma... Big Brother. Big Brother? Okej. Pyetja, do më thonë s'pa të nevojë me pishat heq. Pyetja tjetër... Okej. Qëta e piva për qef? Këtë edicion ku na ku na dët, kanë linë kërgjat do qifte. Cilo shift të jetë i preferum? Apo të me pi? Jo, janë 2. 2 qifte janë krejt. 2 janë zyrtare. Është Klodi edhe Liona edhe është Kushtrimi edhe Aurora. Kloili edhe Kurora. Cili është ti të pëlqen pak ma shumë? Paj, s'po di për 2 t'i du shumë, do më thonë Kushtrimin e du shumë, në vje mirë që është ma Aurorën, edhe pse njerës kanë pyqër na bohemi bashkë, ku kom pjesë pak e Bigut, pak kështut, pak ashtut. Është një që është keq kuptu. Paj, së është krejt që është keq kuptu, po jam shumë e lumtur për Kushtrimin, të dy të më pëlqenë shumë, nështë ta më thonë Kushtrimi me Aurorën. Okej, edhe... Më pëlqenë ma shumë. Ajde? Pëlqenë shumë, sa. E pa të fjallën 2 qiftëta, e pa të fjallën për 2 meshkujt e qiftëve. Qyre, unë e kumë ceket dhe ma herët kumë thonë, kur jem rana në Big, dyqysh të pëlqenë krejt. Kur del prej Bigu thu... Ishe. Ku, pse më kam pëlqenë? Ku gabova? Ku jam konë? Okej, sasa për ndryshe, unë ta kom shpesh shumë shpesh që kur kom Big Brother jom një shumë rahat me ty, se për një me... Edhe jom ra unë e kum bo dost me Kushtrimin. Po, e vërtet. Edhe sot mus ma qelë telefone me Kushtrimin është dost. Së është e vërtet. Ka dal ka pi maqa sot ditën me ta, sa për informat. Jo, këto ka 24/7, s'mundet pa ato. Sas të jetë në që du shumë, e di që na ke jep krejtve shumë këshilla në Big. Edhe për një me gjithmonë je ku na jo që i na drejtu të ti kur këna pas nevoj për me na jep me këshillë kërë na kon keq. Cili është personi fundi që ke jep këshilla për jetë, ose për lidhje, ose për gjësi që na shauni keq edhe të ka thirë ty në telefon? Klodi. Okej. Apet s'po pin? Mirë, po t'liroj? Po te edhin që unë jam shumë fair, shumë e sinqert, unë e piva veç për qef, kështu që... Që donë që t'ja dhe një. Që donë që t'ma edhe një, se se po t'liroj. pytje kanë këta kënej. Astrat po pres. Se masit kom shoh që s'po du me t'ngarku ma shumë e pyetje tjera. Qëre, ti ke mujtë me mbo pyetje tjera jashtë a Bigut, se din shumë sen e tjera, se s'është e thane veç për Big me folë, se Bigu kryt ashtë vinë banor tjerë, na s'kina më majtë men, është mirë me folë për sen e tjera tonat. Mirë, vazhdojnë e visioni, Lobi, që to është ndërhy ka pak, kështu kur e din që neve u të na ikë në sen.
Masi po goqemi bo dhe pyetje tjera i boj, edhe sa është përgjigjesh. Ama lobi din goqja do sene që si di kërkush. E kom parasysh. Për ndryshe masi jemi qëto të bigo emisione, po du m'ju pyet diçka, lobi ty konkretisht. Qysh e morën, qysh e pranun lojmin këta banorët e tjerë të Big Brother që ti je pjesë e Klan Kosovës tash? Besoj që kërkush s'ja ka uru. Me ton drejten, është një pjesë e vogël e cila ma ka uru, edhe ma don të mirën, janë që ata që rri mas shumë të me ta, ka persona që s'ma kanë uru hiq, edhe bile ka persona që refuzojnë ma ftesën në emision, për shkak që unë jam pjesë e emisionit. Unë po e thëmë këta banorët e Big Brotherit janë po goxha VIP, kështu që tash është shumë zërë me folë me ta, duhesh me do takim ose me folë me menaxherat e tyne. Sas po t'liroj. Sasa më Hajde, prama dhe Sasa. mirë se erdhe. Mama, knajtësi. Qysh je? Mirë, faleminderit, primer. Si të kam? A kini Mirë se pyetje erdhe. veçantë për Sasën? Pa tjetër, po të bëj një gin tonic, edhe Derisa Unë Asu besoj s'kom pije, Lobi. Po du me ditë Mirje Broa ta ka uru. Miri Broa ma ka uru dhe jam në kontakt me ta dhe është për i mesu për tu se Okej. jam në mëndë. Okej, shta. a përshë, Nesëm shumë. ata po që janë duan tamam ta VIP, ata që janë tamam VIP. Sa thami mrama dhe mirë se erdhe? Falni për stresin që kom shkaktu, erdha direkt për Gjakovës, direkt për punës, edhe e di që është me qenë në emision live, sidomos edhe mësafiri, më kërkoj falje për javën e kalume që s'ka mujtë me qenë, ka qenë një çështje familjare, kështu që faleminderit shumë për testën edhe që s'm harroni asnjëherë. Hiç mos e ki dertë atë pjesën se e kuptoj se e di që ke pasi me shkollën një kanagjeq. Nësa... Nesër. Okej, nesër s'ma kërka kanagjeq, pas nga kesh kuptu që par pjesë. Qysh je kështu në përgjithësi? Në përgjithësi jam shumë mirë, e ku marrë vetën për bigut shumë mirë, jeta ka vazhdu normal, bile njerës që më kanë taku mas bigut për foli për kliente se krejt verën, Vazhdo ti me blinerën, unë vëta parë e pijën. kam kalu në salon të punu me kliente, edhe kanë menu që s'ko me qenë pjesë e salonit mo për shkak të famës edhe pjesëmarrjes teme në big, kanë menu që nuk më shohin mua atë. Po, se di, Nina shumë e lumë të për komenteve që i ku marrë për njerëzve, edhe nuk jam pishman, dhe më thëmë për qëndrimin të në big, çdo gjë ka qenë mirë, se kur kom dalë, kom thonë ashta kisha mujtë me bojë që këto ma ndryshe, ose këto ma ndryshe. Kërejti menojmë. Ama jo, e kisha bojë çdo sen, okej. Qysh, Bile edhe dalë, jene i kisha bo me ku. aman. Është e mirë që ka prej këtyne banorëve të Big Brother që rikthehen në punë Jetën në reale. Që e kam bo ma herët edhe si lobi a nisim punë të reja, e rëndësishme është mu angazhu edhe me zhvillu këto të qenit VIP në shumë aspekte, jo veç në për rrjetet sociale dhe me as si statusa kështu. Sasa është njëna prej tyne. Po du me ditë pak Sasa që jetu e menaxhu komplet situatën, saloni, jeta private, gjitha këto. Edhe po do kështë shumë mirë kështu. Faleminderit. Nuk po ta japin ndjesin që Sasa ka punu të nditën. Kur e kena dhirë na që kom të punu. Me video call, unë kom E të punu. vërtet. Se di, unë një më mësu me qitë rutinë, me punu krejt kohën, edhe në kohët kërë jëmë kohën në është ta keq, me shëndet kom punu, puna është ajo që mu më banë, të fortë dhe gjallë, edhe asë një moment se ku menu pëse kom qenë pjesë e Big Brotherit, unë e di qëllimin tim pëse jam futën Big, e kom pas një kaos për me e shfaq të publiku, edhe ato e kom arritë, edhe nuk është që kom dashtë diçka tjetër. Që ato që e kom dashtë e kom arritë dhe vazhdo jetën normale. Për sa i përket kauzës, do na me ricek prapë që unë jam një për aty në njerëzve i pare që jam prek masivisht sa i përket asaj pjese dhe definitivisht do na prapë me të falimderu për guximin edhe për këtë ato që e ke bo. Për këtë njerëz që ndoshta kam parafërsisht një smundje të ngjashme ose çka do që ka në jetën e tyre. Lorian duna me të ndërhy këto veç pak, tu e ditë kompleksin e femnave shqiptare. Nashta i shkon mirë, jo veç një smundje, po shka do diçka e vogël, mos me qenë komplekse dhe me dash vetën që janë në çdo intervistë kom cek. Nuk ka qenë e lehtë as për mu me shfaq trupin tem, do me thonë para një mediumit madh që ka qenë reality show Big Brother që shihet masivisht. Nuk ka qenë e lehtë, më kanë pyet shumë njerëz që a je sigurt nëse do me bo këto që keme pas pasoja mrapa. Bile kam pas komente që fotot kanë qenë edhe me AI vish për me komentu, do më thonë ato foto kanë qenë live që shdo këtë trupi jam shumë e lumtur me trupin tam. Mas 35 viteve e di që kom pas edhe unë up and downs,
fëmijat, mos besim, në vete, po që ju kisha lutë prej qikave që s'ja vlen, njët për kërkon mos me dash vetën ma shumë se dikon tjetër. Fola shumë e, ma të kila i ka fajet. A ljap ty marrët koft, se Blinera ma kellon papia. Më falë, nuk ndodh asnjëherë. Jo, më falë, po... Shu do kohë ka ndodhur më falë. Nuk Një ndodh falë, për ndryshe labin e du shumë, edhe është për atë njerëzve që e kam kështë të close mas bigut. Hajde, Blinera. Du me folë pak ma gjatë për labin. I tha që i je pak nervoz me to, qka ka bo labi, bashkë po du me ditë. Qa ka bu, ju e dini që unë jam shumë kështë direkte, sinqertë, dhe s'ka lidhje jam para kamerave ose mas. I qova një video labit e bona një farë video shumë të bukur të salonit edhe i thash labi që të në Instagram. Gjithashtu të disa banorëve të tjerë që asë njoni se ka qitë. E unë jam ajo para që i përkrahi me kongë, me gjdo gjatë që ata e bojnë, unë i suportoj. Edhe po që labi s'ma ka këty mesazhin, vish ma kalon një sinë edhe s'më do kënë regull për ti edhe thash që okej, unë ja ku m'jap supportin matë madhin ku në Big Brother u koni humbur. Se ka jap supportin. Po përja i gore. Nisë qarim të vogël, unë, do me thonë ti e ke dërgu qatë mesazh, nuk s'ta kom lonë sinë, po e kom lonë me hapë ma vonë kur kom kose për një me, po jam shumë ingarku. Shumë ingarku, tatë Big Brother janë shumë ingarku se kemi den, do me thonë e kanë barën, e këtë popullatës për mi. Edhe sa më kishtë thonë që, do thonë ma kishtë unë një mesazh që i kam ngel pa 4, e kom thirë 4 herë me sharu qatë pjesë, s'ma ka hapë telefonin. Po asë unë s'ta kësha hapë. Bile, mbi gjitha nuk t'i sharë asë që tu me t'folë. Lorian. Jo, është realitet. Janë edhe Blinera ko marrë për hatrin e juj. Faleminderit shumë, Sasa. Sasa e ditë që... E vlerësojmë. Unë e prapë më nëjë që labi dhe Sasa jënë kanë më rashtu me konja si... Normal që Dyshe e mirë dhe pa hile me njoni Jemi tjetër. është motra madha, është vllai vogël. Apetin, çek Sasa i ka dojtë relacione. Mitrovic, unë jam Mitrovicës 2 të Bile edhe mas Bigut e kina majtë pëmtimin në shku me pa një loj në Trepç, një loj basketbol, edhe në niva shumë keq, u smuva atë natë, këmë në ke mos jam 7 zonë. Që do t'ashtë të mënalë, do me thonë pas ka pas arsye ky për me menu që ti mund. Nuk e di pse ka menu, vish ka menu. A nuk e di? I thash, labu nduna thash me shkute doj, thash është të marrë me vill, nuk jo mirë. Edhe kjo me njëherë, a ki blet test mos jeshtë të zonë. Aha, E rëndësishme është që kalon me këshu lojën vetë, edhe këmë këshu lojën e Si e kun me Trepçës vetë. vllahun tem, si e kun Pak, ti pak parës të që këtë din shumë senet tuat jashtë taksajna, edhe që kjo pita. Jo, unë jam shprej shumë me labin, edhe mena në shpej kemi folë për A senet ka e mija diçka lidhur me punën personale. personale? Urna? A je single, thuje direkt. Personale? Nëse jo vetë Aje në lidhje, aje single. Nëse jo. Po bëja i gore, unë e kom kallëzu qashtjen e shtetë zanis, edhe qashtjen e qenurit nën, edhe pse e kom shumë me qef, edhe nuk do me thonë që në një të ardhme nuk ka me bu të mundur, se unë jam tipi që kam qevi qdo ndër temen me bu të mundur. Sa së të rego që si e single, bëri shkort. Jo, kam të folë për që të sen. Si e Tunis, po të më rrinë era me ti për fjallë. Nuk muj me thonë që s'jam single, as nuk muj me thonë që jam single. është e komplikume. S'është e komplikume, veç që Po s'po du me ju zemra jeme i përket dikujt. Edhe... Përket dikujt. E zemra e ati. Të më përket mu. Përket. Përket mu. Me thonë atë ti nuk je single. Je në lidhje. Jo, s'jam në lidhje. Veç je dashurume. Jam me një njëri që më ka bo me kuptu qka është jeta dhe më ka bo me kuptu sa shumë duhesh me vlerësu jetën mas gjitha aty në sfidave edhe me dasht mas gjitha aty në betejave, tumoreve, shejave. A e njohim? Jo, A është shqiptar? jo. Voilà! Aje një ti? A me të regu që është? Jo, labi. Okej. Naljo? Okej, nëse nuk një është rehat, mos e vazhdoj. Qaf po ko me ditë shumë. Jo, nëse diçka ka me ndodh, ma konkretisht, unë jam veç të folë, nuk do me thonë që diçka najna të folë që t'i pot gati, ku më kalëzoj edhe në bikit storje, po që kalëzoj në thirë mësafirë bashkë. Myshde, në na marë myshde. Me Okej, zgatë myshde. emisionin duhet. Saktësisht ti vega kjo deri sa Nuk ka lidhje, vjen edhe vjeshta, e bojna
prive vjesht. Se fillon bigu mas ne harrom na Jo, nuk ka lidhje, jo. Na presim, na këtu për qatë. Na presim, ata janë mbrana, na du më marrë me juve. Duna me thonë edhe një diçka për Florianin, e di që jemi taku, asnjëherë s'ta kom thonë, po du me thonë tash publikisht, me të njoftë edhe njerëz pak ma mirë për te ekranit, për zemrën që e ki, du me të falenderu shumë, kur familja jeme dhe shoqja jeme ngushtë e uta ka të regu rastin tem të tumorit, kur ti ke qenë i pari që ke të regu gatishmëri me mnimu, qoftë për çështje financiare, qoftë për mbështetje mediatike, ti ke qenë i pari për i tëre që ki ofundim, që du me të falenderu prej zemrës. Nuk kom dash me e bo privat, se di që kom mujt me e bo privat, na kemi kontakt, po kom dash publikisht kur t'na bjen rasti me kuptu edhe njerëz tjerë për te ekranit, për shpirtin që ti e ki. Faleminderit shumë, me vlerësoj edhe kur të harroj. Faleminderit, ty, unë e kom që t'pjesë shumë, nuk muj me pranu, ma një faleminderim ose një me njohnjë prej dikujt, po faleminderit ty, po e kom bo edhe nuk jam, do me thonë për asnjë moment nuk kom menu ndryshe, po vazhdojmë i qëndru më rapa krejta sana, kështu që prapë po thonë publikisht, për çka do që është nevoja, llogarit mua dhe kljango se që kim rapa se me këtë së. Rëndyrë sa mendoj që fotot që ti ke shpërnda në rrjetet sociale janë ndër fotot më të bukura që ekzistojnë në vjetë. Edhe unë i dashuroj ato foto, edhe a beson, sa shpesh e gjej veten të hinë profil temin edhe të i bo zoom, edhe du me falendru për akusarin të fotot të mrekullueshme që mi ka bo. Janë tepër të bukura, pos gjithë shkaje, pos që kanë mesazh, kanë fort, kanë gjithë shka, edhe mu pa janë të bukura. Po këqyre, unë kom dash me tregu me ato foto që një femen, pavarësisht nëse ka një tumor, një shej, një bark, jo tregu si këtë femnat të tjera të palestrume, prap mundet mu do seksi. Edhe prap mundet mi tërhek me shkuj tjerë, edhe prap mundet mu dashru dikush në ty edhe pse ki atë qatë trup, qatë smundje, qatë shej. Saktësisht, sepse... Po dhënë që kjo konë exakt mesazh jam që kom dash me përcjell sidomos të femnat. Unë nëse vazhdojnë edhe pak që këtë temë, unë veç muj me anis loti. Jo, bre, se jo mbo si ata do seriale turke, të dojnë televizion të turke, qëre sas, nuk është çështja që aty, po është çështja kur thjesht njerëz kanë ndjesi ka shit dikujt ose diçkafit. Edhe jo çdo sa është sot dramë, dhe jo çdo sa sot është lajm, dhe jo çdo sa mundet me qenë viral në një formë skandaloze. Sot mundet me konë edhe diçka e mirë dhe diçka e ndjeshme sepse jena bën në një formë ose tjetër në robotik sa i përket pjesës së ndjenjave si njerëzim. Edhe veç thjesht qenurit me ndjenja nuk nënkuptojnë që këtë rast unë po fejtirati nëse më shkojnë latë, po është çështje ndjenjave. Edhe vlerësoj krejt guximin tonë për një men në formën më të mirë të mundshme me ato që ti ke bo dhe që po vazhdon me bo se për kësana dhe krenaria jote kur i është në gjendje mi shpreh krejt këto edhe mi kallëzu krejt këto e ka por në një formë të mirë pa viktimizim. Që kjo është dashta me ndërlidhë se edhe në Big Brother nuk e di se është zrejt jashtë, se është përqu jashtë, unë këtë punë kom dasht me tregu historinë teme pa u viktimizu. Edhe e ke kom dasht me tregu si forcë, jo me përdorë si armë për viktimë për me që të ndru ma gjatë në shpe, po kom dasht me gjithë mbështetjen të unë. Do më thonë njerëz jashtë me gjithë një mbështetje të unë edhe nesër më thonë që wow, e gjitha forcën të ti dhe sot për edu vetën që shjanë. Edhe sakt unë menoj që ata e ke bo dhe... Edhe ku marrë, me të vërtet ku marrë shumë mesazhe. Edhe ju keni gabu që e keni marrë labin pjesë privese o dashtë unë me marrë, se qyra i porin atë jonë vish po foli. A din me bo koktela? Po, pse jo. A din me gatu? Me gatu, ma pasta. Pasta. Edhe sa muna me su gjukë se e kemi 3 ditë shpis, nuk më poraj. A peshet, do me thonë, kafe ka një menu të gjonë, ka kriteret cilat i ka plotësi. Sa kloni ko vend për krejt. E vërtet. Se ku morë vendin kërkujna. E vërtet. A e në milion biznesin tonë me thoj për marë në klanë dhe mu bu pjesë të televizionit. Biznesin nuk e lo, po... Mush me gjithë ko për ty atë. Dhe marë parasysh që kjo është full time job. Sa është shumë garkes që ta s'ku mujtas me ta qe telefonin. Okej, mirë në rregull. E di, nuk bigu big. Faktis që vazhdon mu përmen sa pjesë e bigut, apo të pengon? Jo, nuk më pengon, se përpara ju përmen si sa e shpis Kosovës. Ka kalu ajo fazë, ajo etapë i shpisë Kosovës, tash sa bigut, njerëz të kam përcjell, janë të afekcionun mas bigut, e kuptoj, edhe
duhet me pranu që ato që ti je popularizu në ashta njerës ka njoft një masë vogël, po shumica tjetër ka njoft për Big Brother, i të dush me vlerësu që ato që ti e njoft për që aty. Shumë mirë. Ka njerës që jënë konë në Big Brother dhe nuk mahen men që jënë konë në Big Brother. Vërtet, ka Që është një farë arritje edhe me të majtë men për që ato, se dhja që në qatë shpi edhe në qatë format që ti e konë për një qëllim, e ke mrit diçka, kështu që nuk besoj që ka diçka të keqe me thonë, sa e Big Brother, labi Big Brother. Jo. Ashtë labi klanet. Ma mirë. Ty shpesha sa qatë periudën e Big Brother tash, kur je distancu komplet, ose apo bëhet Big Brother jashtë? Unë menoj që ma shumë jam të bo Big Brotherin jashtë se mrena. Unë menoj që përgjithësi ujmë për famë, për vëmendje, edhe dojmë gjithçysh me marrë vëmendje në format të ndryshme. Mund është vëmendjen me marrë edhe në format tjera, jo të bo skandale, jo të bo diçka që hajde të marrë klikime, të marrë followersa. E ki kry një eksperiencë jetësore, vazhdo jetën të në vla, ndërtot diçka që ka dënë, bënu i qartë një idejat e tuja, në parimet e tuja, vazhdo jetën për para. Nuk mundet me qenë këtë jeta Big Brother edhe nuk mundet me qenë këtë jeta, se ta nuk jemi as artista, as këngëtar, që mu i me prodhu këtë kohën për me qenë në skenë. Etapa jonë u kry me aqë, edhe nëse ti ju met në memorje njerëzve për diçka të mirë, mund është mi ju met, nëse jo, atëherë mos provo me diçka tjetër. Unë e kisha dashtë sajna këtu edhe mi bo një apel Labi Not Outrageous, që e kom pa disa herë, disa taga që na ka bo, për mu nuk ka rëndësi, veç mos t'ja vetit shumë zërë me na bo taga, mi majtë kablat, paret, këto, ato, dhe ta shenë suksesin e vetë, unë e gëzona shumë nëse aj ka punë, ka koncerte, ka gjitha jarojt mirat e botës, po nuk ka nevoj mu më mbo mention në asni post të ti. A të bo ty? A ka me të kam parë. Çdo herë. Më thonë i bën tak gjithë dhe thot a ke nevojë për punë, me mi menaxhu datat. Në rregull jena. Sa po du me të pyse për mene pak parës, për derisa Labi kujt i ka dhënë këshilla për mene. Më thonë ti kini raport të mirë me Klodi, edhe qarja dhe qiftit Klodi edhe e Jona që murë dhejmë për gjatë javës që e lam mrapa, ti pas ke konë një formës e tjetër në pjesë e krejt kësaj drame. Di sa shumë Klodi është i dashur në Elionën, këto muj me thonë pa lejen e Klodit, pa lejen e Elionës, muj me thonë që Klodi është edhën Elionën në ekstrem shumë edhe është super i përkushtun veç në Elionën. E di sa shumë unë jëmë një keq për ato postime që i kom pa edhe për ato komente që i kom pa. Nuk e shotë arsysh me dikush tjetër me fol për një qift, nëse qifti ka probleme, le t'i zgjidh vetë problemet, një person i tretë është i tepërt aty. Edhe në fundit menoj që janë të rije dhe leni njerëz dashurojnë, leni njerëz gabojnë, leni njerëz t'i shojnë gabimet e veta, të mësojnë, të fajtohen, të më thonë, nuk kemi na, s'kemi pse me japë menime, as status, as kur gjë heq në lidhje me këta. Për këta nuk kom reagu, sepse e din të dytë që unë e kom një raport mirë me të dytë edhe uroj që lidhja aty në tjetë e gjatë, sepse e di që shumë kanë thonë që s'ka me zgjatë lidhja aty në shumë kujt ju ka bu qefi për statuset edhe ato komentet ndaj Klodit që kanë qenë, por që unë e di dhe besoj që Klodi ka me dëshmu të kundërten dhe uroj që t'jenë të lumtur së bashku. Qift, ju ka bo qefi shumë kujt, e ki fjallin për mrana shpis apo jashta shpis? Unë po foli për banorët e Bigut, se jashtë njerëz që konë apasionun mas qiftit Klodi dhe Eli. Banorë që mrana kanë thonë që e kanë loj, që është fake, që është që është ashtu, dhe në gjithmonë kom besu, vele shumë njerëz ma qojnë edhe një farë TikTok-u, kur një thëmë Elionës që kërkush mos me dasht Klodi dënë, dhe me thonë kemi konë në vekë. Edhe gjithmonë kom besu, nuk e di pse, po unë besoj në ato flirtet, shikimet, edhe kom ndje që Klodi ka ndjenja për Elionën. Ku ka dopsu, si fillim? Po, e drejta që... Si fondo në jënë të tashme. Si erë, do me thonë sa të një parë që më ka rëndësi është që o dopsu. O dopsu Po dhe jam dok shumë të merëm Big Brother, nuk e di pse, po edhe jam dopsu. Po jo, dopsu.
Po nalim edhe të një qef tjetër që u konë në Big Brother, dyqysh pse jo? Se me te kalu. Pasi veç e kemë sasën këto. Jo që veç i përmendëm pak ma herët, është Aurora dhe kushtrimi që së fundmi na dul kështu si prej dheut një lajmë që po martohen. A dini Gjoju, doja po martohen se martohen atë dy? Besoj që martohen, se s'është kushtrimi as Aurora tipi që bojnë një lajmë për me u përfol, unë kushtrimin e një ma shumë, se Aurora nuk më karo me Aurora me najt, amo e di që kushtrimi nuk është as pak tipi që ka qef me bo diçka për vëmendje. Kështu që besoj që ky lajm është i vërtet, bile i shkujta kushtrimi që mos haro më na thirrën dorë se mu edhe Hygertën. Edhe? Edhe s'm ka kthy përgjigje as kushtrim. Diçka ko ka të ndohë. Uha! Jo, zakonisht këtë kam prit që mas lidhjes me Aurorën, unë edhe kushtrimi s'kena me pas raportet që kemi pas, po na i kemi pas raportet që të mund të mira, edhe më pëlqejnë shumë si qef me thonë drejtën tokën, ta mos si vlla e motër kanë gjetë një tjetrin, edhe për një me përshtaten shumë me një tjetrin. Edhe ta kështu ma bëna thirrën dorësëm. Pa e modër nuk martohen. Qëre, na shqiptarët e kemi shprehje, sidomos në Gjakov e kemi shprehje qaq të mirë si vlla e motër dhe me që po qojnë mirë me një tjetrin. Jo në kuptimin që mu martu, po që se di mu dok pak shpejt. Mu dok pak shpejt. Unë që shoki dy palë, veç me thonë që ai lajmi për dasmën, ka dalë për medjave, nuk është konfirmuar lo për asnjërit për tyne. Edhe nëse ka dasëm të armën, halos ka ndalë ftesat, që asë në halos ka ftesë. Kështë që a ka dasëm asë ka ju mbetit aty në kur të Haj prej dika u dalë, a lajmë o labu së më të A dishysh, ta është ti mund është me zbut. Apo kuptan, mirë? O, le labin se s'është në emision, unë jam. Sasa. Pëtëm mu se labi. Okej, qëra, për fund po më interesan. Nëse të kishtë në mundësia pap më rikëthym Big Brother në një sezon tjetër, a ishe rikëthy në Big Brother? Nëse po pse, nëse jo pse? Po, me disa kushte tjera edhe me disa persona tjerë që e bojnë Big Brother. Okej, Nera? Ajo kom pushim më i sasë. Ndrojmë te. Se po ndroni tem, qka po tuteni? Jo, nuk është që tute, veç që ke pyetja, përgjigja u marë. Për ndryshe, Alaudinin e du shumë, edhe kom e vlerësoj shumë, kom shumë respekt për to. Edhe uroj që t'jetë edhe në këtë edicion. Edhe... Po që po të tregoj që... tjerë. Ka dikush brenda aty që Sasa nuk kish pa qef me punu prap me to. Jo. Jo. Në pushime s'kam qenë, po planifikoj me shku. Me të dashurin apa? Të insistune. Mi abu të dashur Sasës. Me mu nuk ka me shku. Laba po shkojmë bashkë. Shkojmë bre. Kërkuj si aprish? Kom po shkon. Me Hygertën. Okej, me Hygertën. Me Hygertën. Me po mos me pa fotografi në Instagram me Hygertën në ruju. Jo, bre, se kem edhe 0-100. Në maj kem 0-100 bashkë. Na bon dhomën me Lula, se anë e postume dhe thanë, janë nisën me shku portalet që me konër Sasa. Edhe u detyrova mi qitë Hygertën që jena bashkë në pushime, kështu që unë e Hygerta jena bashkë në pushime prapë. Dash besonin dashmon, 30 minuta abonëm prej kur jena nisë në bisede dhe regjia është të bo vazhdimisht presion që krye. Sasa nëse na bon halal, kisha falimderu që ke. Unë për një me mu doken si 2 minuta sa Edhe mu, edhe shiova shumë, edhe Florian e din që edhe në Big Talk më pon me ty hera por, më pon shumë ashtë komod. Unë e kupni vetën shumë mirë. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për vlerësimin, edhe faleminderit që gjithmonë më suportoni. Faleminderit ty që erdhe, edhe mund është me vazhdu në pjesën tjetër, ma nej kur të kryna emision, na mund më bashku dhe me bo një biset hala ma gjatë se sa që e patëm. Okej, veç interesant është me kamera. Mos tani se gjiroj unë Nuk me fol pa kamera. Mish të dashur, faleminderit. Mish të dashur ka që patëm sa e përket pjesës së parë.